Ju përshnes të gjithëve. Jeni të mrekullueshëm. Të gjithë mëdhej. Jeni mjaft simpatik. Faleminderit. Një kënaqësi e veçantë të marrim pjesë në një spektakël shumë të çuditshëm, shumë aktual, shumë të fuqishëm, me një të veçantë, në një kohë absurde prej disa vitesh, ku vetëm politika dhe njerëz të çuditshëm e kanë mbushur median tonë. Urime Faleminderit. për Vizion Plusin, për regjizorit, për të gjithë ju që jeni në sallë. Ju falemnderit. Me protagonizmin jemi mirë. Bravo. Megjithse unë kam një veçanësi, prej vitesh merrem me media, mi 35 vjet në mediat kombëtare, këtu dhe në Shqipëri, votojmë marrë edhe me mediat vizive në qytetin tim, autori disa librave, duke votuar që në revistat e hershme dikurshme tona, revistat për fëmijë, Hyllkat, Fatosi, Pioneri, e deri te Kosteni i Madh. Ylli kanë qenë revista tepër të fuqishme. Demokracia, një këndvështrim i ri, hapi e re. Por duhet themi këtu kemi pak pikpyetje, sepse ka një fije dhe absurditet. Duhet ta pranojmë. E kemi pak vështirë të kuptojmë vetveten. Megjithatë, ju prezantohet. Unë nga Shkodra kam bërë emisione, jo pak, në televizionin e Shkodrës. Madje i kam bërë me lek në studio për disa vite rresht. Edhe ishte një kënaqësi shumë e madhe për fëmijët, sepse ishe vetë skenaristi, vetë regjizori, vetë ai që krijoja komplet skenari. Po pse ti e cilësove, i kam bërë me lek, pse? Për çfarë? Ishte gjetja Se na e ime. thënë. Po ju kam thënë, po ju i treguar pak të çuditshëm disa që kemi atje. E bisedoj mrapa, zonjë, jemi në spektakël. Urime për ju. Faleminderit. Dhe tani, me qenë se unë merrem prej vitesh, njifem mjaft mirë këtu dhe jashtë kufinjve, duke botuar faleminderit në Malë të Zi, në Maqedoni, në Kosovë, dhe së fundi kam nisur bashkëpunimet me Itali. Pas ke bërë spot promocional. E kuptova, ta dëgjojmë fjalën, zotëri? Pas ke bërë spot promocional. Për veten. Spot, publicitet për veten. Jam shumë të bukur vetes. A doni më për Belulin e shkjo? Po kështu ma thanë, duhet ta prezantosh vete. Shikon zjerë të zbuluar. O, është një gaf e juaja që nuk dini të dhëni një prezantim. Ose duhet ta thënë vetë, si? Bravo, Flori. Është pak e gabuar, zoti Agron. E gabuar është goni. Sepse ne shohim ty tërkoni nuk që prezanton veten, që nga fillimi deri në fund dhe nuk qeshim për ty, për kundazi, rajmë shqeplak, apo jo? Të më falësh se për keq kuptohemi, unë qesh me batutën e djalit, jo me prezantimin tuaj. E mora vesh batutën, bravo. Po pra, unë qesh me batutën, po s'ishte prezantim. Faleminderit zoti Agron, je shumë mirë njohur. Faleminderit. Mirë se erdhe. Të bëj një pyetje. Bëra një shkrim para pak ditësh në një gazetë. Edhe thash kështu. Më mirë ftyrën apo ngjyrën? Cilën mendon ti Agron? Çfarë të bëj? Më mirë ftyrën apo ngjyrën? Është po. Koment quhet në fushën e gazetarisë. Po. Më mirë ngjyrën. Po pse ngjyra? Po shkon më shumë ngjyra, kolor, ka lezet. Unë e di se populli thot më mirë thot është fytyra. Po ka ndruar gjërat ashti. Pra populli thot fytyrën. Ja. Të vazhdojmë me te. Do t'i bëjmë zonjës. Po. Zonjës Dulaku. Na pyesin edhe sot. Zonjës Dulaku, ta bëjmë dhe ti një pyetje simpatike. Patjetër. Prapë kemi me një titull. Për këtë je këtu. Me një titull. Miq për fiq apo fiq për miq? Cila duhet zonjë Dulaku? Vetëm fiq. Vetëm fiq nuk ka kuptim. Shikon, ndoshta është pyetja e pavënd se është në një moment që na ka marrur ria orti.
Atëherë unë i pas kam ra një të kam si thojmë në Shkodran. E pas kam gjetur. Probleme të tjera. Profesor, më të bëjmë edhe ty një pyetje. Patjetër. Edhe është kështu. Vetëm mos jo në shumë drejtime Në Brazilin. të lutem. Pengje të vetvetes apo pengje të tjerëve? Po ku ja ke gjetur kaçit? Mirë ta tha. Po do me thënë. Qa me ndonë se jemi ne? Mirë i jepi tani. Ç'të ngeli ty? Nikuj pak trurin punë. Pengje të tjerëve. Bravo! 10 në ju! A bën fjalë. Vikena, mos lëm ty peng. Ta themi një tjetër. Po. Edhe një. Pra të gjithë nga një. Po, lutem. Mendoj, e do të vështirë apo të pak të lehtë? A, nuk e kuptova, dhe njerë, nuk të dëgjova, nuk të dëgjova. Po. Media bën naivin apo naivi bën median? Media bën naivin, apo naivi bën median? Janë shkrive që unë i botoj të në gazeta dhe mund t'jo paraqet. Shumë të ftohtë salla, ore. Marot. Kush i futa qenë të bukur? Tjetër. Kush e dreqi? Unë e di si jam për të qeshur. Vikena? Ishte me ty? Ishte bashkë? Ideja sa i shbutet prapa isë. Tani, se vazhdojmë diçka tjetër. Nuk është më ja, iku. O, zot, Vikena, po më të batën e gjamat madhe për të na zas. Një sekund. Të betof që jam trëm të shqit. Tani u trëm tamam, Vikena. Të ta ashtoj anktin atje. Tani, të vazhdojmë te. Unë botoj për vite shumë edhe grimta humoristike. Jemi në Halloween tani, lejohen. Mund ta themi në një grimc. Kam pregaditur 3 grimca. Okej. Nga qindra të botoj. Tira knaqe një. Që du qeshte ba, të krijojmë gjëra të bukura, jo naive. Jo, në rast të parë jam po të dëgjoj me një kuriozitet e para për faleminderit që je këtu dhe jemi vërtet shumë të lumtur, pa diskutim. Nga ana tjetër po dëgjoja dhe thoya ja si prezantohet vetvetja. Jo, s'është e vërtet. Jo, e kam sigurisht. Ai që ke filluar një vendosje të bukur, mua po më duket edhe si e tyt. Më sakt. Nikja ime është 100-ta, ti nuk e di. Është 100-ta, jo, po është vërtet po e mendoj të ardhme seriozisht që nga ky e tyt. Begaram di flet. Jo, s'është po Vikena, nuk jam mirë. Begaram di flet zonjus. Vikena është trëm. Sa jam trëm. Okej. Në qoftë se keni. Tani të vazhdoj. Tjetër, të vazhdojmë një gjë të bukur. Tash do një grimc apo do një poezi satirike? Një poezi satirike edhe. Ta mbyllim. Satirike, po. Titulli. Vallë ku po shkoj. Ta dinim. Ka të bëjë me jetën tonë, shoqërore dhe politike. Quhet satir. Janë pak në Shqipëri që e nevrojnë, por është një forcë e madhe morale që japi një kategori. Vallë ku po shkojmë? Vallë ku po vemi? Në atë të nënës në një qeni. Në një qeni, në një të ujku. Ta fut kunjën shoku me qara pambuku. Me qara pambuku, me qeshje murgare. Të kafshon kur puthet, pa me dyshje fare. Pa me dyshje fare. Pa me dyshje fare. Pa jo të remursyri. Se në trup e zemër, gjarë për leku hyri. Gjarë për leku hyri. Shpirtin ja përpiu. Si një ujk tërbuar, si një tur i fiu. Si një tur i fiu. Sa e sas nëmëron. Opa. Se pesha alekut të zezën bulon. Të zezën bulon. Të zezën bulon. Por të djekë si prush. Durot jo popull, varhat e në fush.
Barë në fush. Plidhen e për stola. Kush ha buk në prera, kush në sharatona. Kush edhe pa buk, kush trimi kartona, trotuare rrugë. Trotuare rrugë. Hajde publiku, vazhdo. Kush dhe pa shtëpi, kush të mish për qenin, kush as kockë në pi. Kush as kockë në pi. Veç ti sjell në mendje, nërsa bitë e zgjedhur, flasin në kovende. Flasin në kovende. Bitë deputet, veç për jo popull, po e shkrim këtjet. Po e shkrim këtjet, co prarë në debat. Njerë vetëm, aman. Kush miliona, sa me shumë të gjvak. Sa me shumë të gjvak, për të mirën tonë, të na zgjasin ditën, natën të shkurtoj. Natën të shkurtoj. E në belotohen. Aman, jo natën. Si aktor të rallë, fort na përgjërohen. Fort na përgjërohen. Embel si bilbili, pa edhe lotojnë. Me lot krokodili. Me lot krokodili. Ne ke kohë dura. Prit të zgjidhin halet. Ti veç rishiko. Ti veç rishiko. Rimos dërdëllit. Se në dorë kanë lekun, ta shtërngojnë me rrim. Ta shtrëngojnë me rrim. Gjuveler ke pa para, je veç një naiv, gomar maskara. Gomar maskara. Hajde bur. Një që shiti nërë, një që zvodhi kur. Një që zvodhi kur. Hajde politik. Lumit ja dhe gjbi që pas kërrit. Pas ka fund kjo. Marë një kuj. Gjbi që pas kërrit, shikon sa të duan, veç për laj plaçkit, për t'ju aserruan. Për t'ju aserruan, as duan t'ja di. Në kovende qiren, duam Shqipërin. Duam Shqipërin. Val, ku po vemi, në atë të nënës, në një jetë qeni. Në një jetë qeni, val, ku po shkojmë, drejtë Europës vemi, ma dje t'ja kalojmë. Ma dje t'ja kalojmë, gjdito mi qgëzuam, dogjëm trupe zemër, atë mikun fituam. Ska me bukur. Atë mikun po. Atë mikun. Po pëse se the 2 herë atë mikun. Mbaroka me të futme. Tani, të kërjojmë një fije pak humor në një grimë humoristike. Jo, vërtet na Maroj, kaq ishte. Faleminderit shumë, isha shumë i mirë. Ishte e bukur të thorë dhe ja të rigrimë së dhe vogla. Jo, për sonde është më se mjaftueshëm. Mike Euris, ju falenderoj. Unë e di që do më shajnë këta kolegët e mi, po unë duaj që ti të vish prap. Por, bëj një gjë kështu për neve. O pa tjetër. Do e bësh për neve. Ka dë. Dashe pa dashe, jeni vlera. Jemi vlera. Pa tjetër. Okej. Për mua vlen. Falenderit. Falenderit ti. Jeni mjaft simpatik. Falenderit. Urojmë që emisionet tilla vërtet të marrin forcën e duhur, nivelin e duhur, kapacitetin që kërkon koha. Vizioni po tregon se ka diçka të bukur, sidomos këto vitet e fundit. Ti vlen. Urime. Faleminderit. 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 Numri që do të djegim tani i kalon kufite interesantes. Ato janë 3 motra, Melisa Flutura dhe Jessica Shiraj. Janë të zonja ta kthejnë në të vërtet një çfarëdoloj skene në një arenë cirku të vërtet. 2 binjaket, 12 vjeçare dhe vogla 8 vjeç, ka lënë gojhapur këdo që i ka parë. Kanë lindur të 3 në Itali, por e flasin shqipen më mirë se që flasun tani. Kudo ku kanë shkuar e kanë përfaqësuar me dinjitet flamuri shqiptar. Vinë sot për herë të parë për publikun shqiptar për të ndjerë duart rokitjet e tij. Motrat Shira, i ndjekim.
solito bambini, spegnete la TV, troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM, silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i LED, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal bozzolo sulla scena, sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi, a bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Dillo a tua madre di andarsene a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono il gorilla, ti porto a vedere il mare da in cima al grattacielo, mentre i cecchini ci sparano noi prendiamo il volo. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito poi ricomincia, come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto poi ci rialziamo. Sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vedrai che poi ritorna presto un altro lunedì. Ma è troppo sabato qui, un altro lunedì. È troppo sabato qui. Na knaqët. Sa të mira jeni moj. Dy binjake, do të thënë jeni binjake dhe e vogla. 3 motra. Sa qef. Po prindrit Nuk janë binjak. Jo. Ti do dhe prindit binjak me. Wow, qatë ka gjetur sot me? Ti që këndrove atë kohë të pusë. Po prit ma, a do më leni ta mbaroj fjalin të rinj? Maroj. Po që s'janë binjak prindit për të... Ne ndërkohë po japim dhe kohë që ti të rregullojmë frymarrjen goca. Pyetja ime ishte që prindrit janë ata profesorët merren me të njëjtën disiplinë dhe ata i kanë mësuar. Kjo është pyetja ime. Nuk është pyetja janë binjak apo jo. Të cekët jeni. Atëre, prindrit ju jeni në cirk, në nuk e di. Shuhet gjimnastika ritmika. Okej. Prandaj e kishit në fakt kishit një koordinim të figurave, po fantastike, domethënë
të kërcimit, të figurave akrobatike dhe kërcimit, duke u lidhur kështu me muzikën. Një fleksibilitet, dinamizëm, çdo gjë ishte kështu perfekte, përveç se të bukura, domethënë që jeni. Faleminderit. Unë jam për finale, jo për gjysmë finale. Faleminderit. Na përfaqësoni shumë mirë në Itali. Unë jam dakord vetëm me një kusht. Faleminderit. Kur hapën valigjet, vetëm një valigje ishte plot, njëra ishte bosh. Po të na sjellim gjatë kësaj kohe nga tani deri në gjysmëfinale, një motër tjetër, do isha super i kënaqur. A mund të na sjellni një motër tjetër për kaq pak ditë? Do të pyesni maman dhe babain. 10 javë janë. 10 javë janë, pra. Jeni edhe për mua të mrekullueshme. Jam shumë i lumtur që vini në Shqipëri, e kujtoni Shqipërinë, edhe gjesti juaj sonde edhe performanca juaj sonde ishte shumë e mirë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj. Bravo, Goca. Kurse unë do t'i sugjeroja babit dhe mamit tuaj, me që se jam binjak, të vendosin nga mëngjesin e darkë atë këngën e bukur shqiptare. Kush ka vajza, botën ka. Bravo. Bravo. Faleminderit. Bravo. Vajza, bravo, publiku ka votuar i gjithë unanim për juve. 100 vota të mundshme. Bravo. Faleminderit. Ne këtë vit kemi këtë formulën e re që nëse publiku ka votuar i 100%, unë vërtet shpreha dëshirën time t'ju kaloj direkte në finale, po nëse edhe Goni edhe Kaçi janë dakord. Në qoftë se keni numra të tjerë, unë doja t'ju shifja sa herë të ketë çfarë të jeni dhe ju. Kështu që në qoftë se keni numra, disa numra, mund të vini edhe në gjysmëfinale dhe në finale, por vërtet jeni për t'u lavdëruar që jeni kompliment. Finale apo gjysmëfinale? Po kanë. Do kenë për në finale. Në fakt, tek nata sotshme është votimi i parë nga publiku unanim, që është 100%. Si ishte rregulli atëherë? Nëse ju e dini. Duhet thuash po apo jo, për finale? Po! Për finale, gjysmëfinale? Finale, se na hangre! Faleminderit. Direkt për finale, jo në gjysmëfinale. Jo. Në rregull. Nëse publiku është 100%, jo, publiku është hera parë në këtë moment. Okej, për finale Goca! Faleminderit. Kishte mbete
Bravo. 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 Përfaqësim më të mirë të Kosovës nuk do kishte. Emrin e kishe? Kreshnik Gojoni. Kreshniku, po. Sa vjeç je? 8. Don muzikë kështu moderne apo vetëm me çifteli? Vetëm me çifteli. Bravo, Zemër. Me ato dy telshin e ka e qanë. Ja, kështu formohemi siç duhet. Ashtu. Të mëson njëri të këndosh apo këndon vetë? Me mëson babi dhe mami. Ashtu. Bravo. Bravo, babi dhe mami. Dhe një shije e bukur në show, por mendoj se i vogël ka gjithë të rrugë përpara jetën. Pra, më vjen shumë keq të ta quaj djalin që është në garë. Unë kam mendimin që në moshën e tij shumë e rëndësishme të marrësh pjesë. Po jo të fitosh. Pa ai nuk është konkurrent në misë. Pikërisht, jo, më vjen mirë, jo, dua pavarësisht të votimit, dua ta komplimentoj që kaq i vogël. Shiko, Xhaxhi Agroni që është bërë artist i madh në moshën tënde, si ishte edhe unë bashkë me të si ishim askush. Unë kam qenë në kulturës. Po jo sa ai, më vjen mirë që moshë kaq i vogël, këndon kaq mirë, je kaq i intonuar, je kaq instrumentist i mirë dhe i shkathët. Vërtet më vjen mirë dhe që ruan atë traditën. Kur e shikoja figurën tënde të vogël, të pikturuar në atë peizazh, më ngjalli shumë emocion për ta afruar sa më shumë atë zonë afër emocionit tonë. Është një mirë, Kreshnik, mos u... Po thonë fjalë të mira. Doja të bëja dhe unë dy komplimenta për Kreshnikun dhe ftoj publikun të japin votat e tyre. Kreshniku më pëlqeu si është puna e këtyre zonave. Po flasim për pjesën e Kosovës. Ajo e kënduara lart, që vjen aq e kulluar, aq e pastër dhe më pëlqen shumë, ndërkohë i komplimentoj dhe prindrit që në radhë të parë po i mësojnë instrumentin tonë, që është çiftelia. Instrumenti bazë, ai e luan shumë bukur, më vonë do ketë një kitar, mund të ketë një instrument tjetër, por të paktën fillimi, bazat e formimit i tij e merr me muzikën amtare. Është shumë e bukur, zëri mrekullueshëm që unë do pretendoj kur të rritet Kreshniku të këndojmë dhe gjëra të tjera. Po pra. Sepse zëri vërtet është shumë i bukur dhe mund të kemi vërtet pritshmëri të mëdha nga Kreshniku. Okej, dhe nga publiku, normalisht e kemi, publiku ka votuar me 70 vota, kështu që neve I japim një mundësi tjetër nga ana jonë, vota jonë jepet një mundësi më tepër për Kreshnikun. Jam për po, më pëlqeve shumë, edhe ne jemi për po. Po. Me atë sigurinë tënde, edhe me atë çiftelin, kështu që e luaj aq bukur. Bravo, Kreshnik. Je për gjysmë finale, ti vlen. Bravo, Zemër votën. Bravo, Zemër. Për ti jo. Po mirë, le të vi në gjysmë finale. Do vish me gitarë gjysmë finale të bësh qefin këta. Dua të falenderoj sallonin Vetull Gajtan, të cilët janë kujdesur për imazhin e të gjithë konkurrentëve sonte. Ndjekim pak publicitet.